Nga një anë shikon që këta ndjekin karige ose edhe molotov, dhe nga ana tjetër merren vesh që në mes natës, mund mes verës, në korik, kur nuk ka as monitorim, as debate, as emisione televizive, shkojnë e votojnë me konsensus të plot, një deformim radikal të sistemit zgjedhor para rendës, se ata vetë kishin votuar më herët, pra këtu është bllokuar sistemi. Jo se oferta ka qenë e shkëlqyer, alternative, dhe unë mendoj që një pjesë e njerëzve që mund të bëjnë një ofertë të mirë, më thoshën mërshëm e kuptoj që kjo është një lojë pa rregulla. Domethënë këtu është MMA, këtu nuk është as me nuk ka këtu ndaluara gjuhjet e postpresit, domethënë edhe fakti që Spaku po na nxjerr hera herës dhe dekonspirimi e kontratit dhe Skyt, që në këtë proces elektoral ka qenë përfshirë trafikantë të nivelit global, që kanë qarkulluar qindra milionë euro drogë, edhe që arrin nivelet që emërojnë emrat përveçëm, emërojnë kandidat, bëjnë deputet. Këtë vetëm na tregon se sa e vështirë është kostoja informale e hyrjes. Pra kosto formale është e jashtëzakonshme, ashtu edhe koston informale, ku ballafaqohesh me krimin organizuar, ballafaqohesh me presionin personal, me dhunën, atëherë pastaj kjo është e kuptueshme. Jam i sigurt se mund të flasim orë dhe ditë tëra lidhe me krizën dhe arsyet e ngërçit politik që kanë në Shqipëri dhe bllokimit të qarkullimit të elitave, por unë dua të kaloj në dimension tjetër, të cilin ju e keni trajtuar sidomos në një seri shkrimesh së fundmi, është dimensioni ekonomisë në krizë, sidomos në Shqipëri, po dhe më dhe të tjera të Ballkanit Perëndimor, duke filluar nga sektori i ndërtimit, duke qenë se ai është lokomotiva e ekonomisë shqiptare, ka qenë vitet e fundit. Ju keni parashkruar një lloj krize duke bërë një analizë sistemike të faktorëve strukturor që e bën të pashmangshme këtë gjë. Ku e bazoni? Ndërkohë që raportet e Bankës Shqipërisë apo të Instatit janë shumë pozitive në lidhje me së pari një herë, kjo është një rregull i thjeshtë, ofertë-kërkesë. Dhe në qoftë se kërkesa tkuret dhe oferta fryhet, ne faktikisht kemi një krizë të mirëfillt. Dhe në kushtet kur në Shqipëri ikën 3% e popullsisë çdo vit. Dhe këtë e dim jo nga Stati, por e dim nga Eurostati, i cili tregon numrin e shqiptarëve që marrin rezidencë për herë të parë, dhe që ka qenë mbi 60.000 në 2024, ka qenë mbi 70.000 në 2023. Dhe ata kryesisht të moshës aktive. Pra ne kemi tkurje të paimagjinueshme të popullsisë, dhe vetë censusi e tregoi në 2023 që Shqipëria është vendi i parë në botë për sa i përket numrit të popullsisë që jeton jashtë. Dhe është pa precedent, sepse edhe vendet që kanë pasur konflikte, si Libia, Afganistani, Siria, nuk kanë këtë shpopullim dhe këtë braktisje të vendit që ka Shqipëria. Tut pastaj fusim edhe elemente të tjerë, që fryrja e çmimeve që janë bërë, çmimet të papërballëdueshme për familje normale, për mesataren, çto pastaj edhe faktin që po si shpjegojnë ligjet e ofertë kërkesës këtë? Jo, jam duke mbaruar. Pra nuk domethënë kjo është një devijim. Edhe shikon, dhe nga ana tjetër kemi një super ofertë që shfryhet, janë dhe mbi 75 leje kullash mbi 100 metra. Kuptojmë që në vendet që kanë kulla mbi 100 metra të larta, janë vetëm Moska dhe Stambolli me këtë shifra. Nuk kanë qytete të tjera në Evropë. Dhe ato janë flasim Stambolli 70 milion. Pra nuk ka qytete të tjera të mëdha që të kenë kaq shumë kulla. Sa ato që janë në Shqipëri. Domethënë është absurditet i jashtëzakonshëm. Është një iluzion i jashtëzakonshëm dhe këtu shtohet pastaj që është elbësore me vundukje, që shtohet tu që kostoja është rritur, taksat janë rritur, shtetërore, bazuar në referencat e çmimeve. Pra nga një anë janë rritur shumë oferta, nga anë tjetër është kurrur shumë kërkesa dhe potencialisht ata që mund të t'i blejnë. Kjo është mënyrë pashmangshme.